Lidë më që ka. Vija kako ste dobro, familija ste dobro. Po. A kini ja? A kini dalë këtu të dalja Prizreni? Po, në Prinë Liri. Dorime, denat na. Sad mi u 10:30 imamo kad sam došao ja predsjednik, sam znači koji je od 12. prošle godine do 12. ove godine, koji je izašao u knezi u zdravstvu. Nuk dhe pranishëm, si thashtë në fillim, përpjekjet tona për binjakëzimin e dy komunave kanë filluar që nga viti 2004, kur unë atër ka qenë kryeshef e ekzekutivit dhe në mbledhjen e bordit të drejtorëve ka marrë vendim që të shpallet tenderi për ndërtimin e projektit për rrugën e cila lidh komunën e Agrashit me Mavrovën. Siç e dini, na vetëm këtë rrugë kemi bë, rruga është asfaltuar deri në kufi dhe këto përpjekje ne kemi vazhduar dhe kemi vazhdu kontaktet me komunën e Mavrovës dhe para një muaji na kemi qenë në vizitë në komunën e Mavrovës, ku në atë takim jemi marrë vesh që të fillojnë procedurat e binjakëzimit. Në këto procedura i kemi kryer të dy kuvendet respektive, i kanë kryer edhe sot është akti solemn i nënshkrimit të kësaj marrëveshje dhe të këtij binjakëzimi dhe kemi zgjedhur me qëllim datën 12 qershor, ditën më të mirë, më të lavdishme të komunës sonë, ditën e shërimit. Andaj e kisha ftuar edhe kryetarin edhe kryetarin e kuvendit të dalin këtu tulna, ju rriti aty. Dalim këtu para ta bëjmë ceremoni e nënshkrimit. Na e kryjmë vetëm edhe aktin formal e binjakëzimit të komunave. Në shenjë respekti dhe falënderimi për bashkëpunimin drejtarëve që kanë pas me komunën e Mavrovës, një dhuroj kryetarit të ndërmjet e komunës sonë. Slično se naša opština, ovo je istinska slikova. Faleminderit shumë. Tani të njëjtën gjë do ta bëjnë edhe dy kryetarët e kuvendeve apo asambleve në Atëherë pasi ti nënshkruajnë këto, falenderoj kuvendin, gjithë anëtarët e kuvendit që unanimisht e kanë mbështetur këto. Faleminderit gjithë asamblejistëve dhe si kryesuese e kuvendit jam shumë e lumtur që të nënshkruaj këto binjakëzim. Atëherë ju faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen, siç ju thash edhe më herët, tash vazhdojmë me atëherë do me marr fjalën kryetari i Mavrovës. Fjala për ju, kryetar.
Poštovani predsjedniče opštine Dragaš, poštovani prisutni, najprije bih želio da prenesem pozdrave naših sugrađana sa opštine Mavrove Rostuše i da vam čestitam ovaj praznik, dan vaše opštine. Nadam se da će sa ovim zbratimljenjem da prodlabočimo naše odnose, da pokušamo da izgradimo put i sa makedonske strane kako bi mogli više komunicirati. Nadam se da ćemo u sljedećoj godini i narednih godina da možemo da zbratimimo i da možemo da upoznamo i naše škole i naše institucije sa vaše kako bi mogli prodlabočiti tu saradnju, jer geografski mi smo mnogo bliže i nadam se da će u sljedećoj i narednoj godini da prodlabočimo to suraботу. Hvala vam i sretan dan još jednom. Gëzohem që në këtë ditë të veçantë për komunën e Dragashit, që edhe ne si komunë e afërt e komunës tuaj bëjmë binjakëzimin e dy komunave dhe shpresoj që edhe më të tjerë do të kemi një bashkëpunim të mirë nëpërmjet neve njerëzive, pikë së pari, kulturave dhe të gjithë të tjerat ana ekonomike, tregtare, turizmi, të gjithë që vinë pas kësaj do jetë shumë mirë për të dy komunat. Ju përshëndes të gjithëve dhe urime ditën e komunës. Atëherë ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrjen dhe vazhdojmë me vazhdimin që t'i bëjmë komandantit legjetar Adem Jasharit një homazh. Vazhdojmë.